të lehtë, as pak. Shqipëria përjetoi goditje gjatë kësaj periudhe. Për shembull, kriza financiare globale i la bankat e mëdha me kapital të huaj në vend me një nivel të lartë të kredive me probleme. Pavarësisht kësaj, Shqipëria doli më e fortë nga këto sfida, pjesërisht falë veprimeve të Bankës Qendrore për të ruajtur stabilitetin financiar ndër vite. Ajo miratoi rregullorat për shtesat e kapitalit, për raportimin e mbulimit me likuiditet për t'u afruar më shumë me parimet e Basel III dhe me standardet prudenciale të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, në fillim të këtij viti ka nisur zbatimi i masave makroprudenciale për të kontrolluar rreziqet e mundshme që mund të vinë nga tregu i banesave. Suksesi i Bankës së Shqipërisë pasqyron suksesin më të gjerë të vendit në dekadat e fundit. Në vitin 95, PBB-ja për frym ishte më pak se 15% e mesatarës së Bashkimit Evropian në terma të fuqisë blerëse. Ndërsa sot, ky tregues është më shumë se dyfishuar në 35%, duke ofruar potencial për të rritur më tej. Standardet në rritje të jetesës janë mbështetur nga hapja gjithnjë më e madhe e Shqipërisë ndaj tregtisë, me peshën e saj në PBB të rritur nga më pak se 1,5 në vitin 1990 në më shumë se 3/4 sot. Lidhjet e ngushta të vendit me Bashkimin Evropian ka luajtur rol në